Kryeministri Edi Rama ka mbërritur rreth orës 18 pra mbrëmjen e kësaj të mërkure në qytetin e Vlorës, ku është ndalur në një prej komplekseve në zonën e ujit të ftohtë, aty ku sipas informacioneve do të takohet dhe me vajzën e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Ivanka Trump. Ivanka Trump ka qenë gjatë gjithë ditës së sotme, ku ka bërë disa ndalesa kryesisht në qytetin e Vlorës, në zonën e hidrovorit në Akërni, por edhe në Zvërnec. Sipas informacioneve, në fokus të këtij takimi ku merr pjesë edhe kryeministri Edi Rama, do të jenë investimet që janë folur në zonën e Zvërnecit, në zonën e hidrovorit apo edhe në ishullin e Sazanit. Kryeministri Edi Rama zhvilloi mbrëmjen e të mërkurës një vizitë në qytetin e Vlorës, ku u takua edhe me Ivanka Trump, vajzën e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shefi i qeverisë shqiptare mbërriti në Vlorë rreth orës 18, ndërsa gjatë mbrëmjes u takua me Ivanka Trump në një nga komplekset elitare të qytetit. Në takim ishin të pranishëm edhe një grup arkitektësh të njohur ndërkombëtar, me të cilët është diskutuar mbi projektet strategjike zhvillimore për zonën e Vlorës. Gjatë gjithë ditës së mërkur, Ivanka Trump qëndroi në qytetin bregdetar, e shoqëruar nga arkitekt dhe ekspert të fushës së urbanistikës. Trump vizitoi disa nga zonat më të rëndësishme dhe me potencial zhvillimi turistik, përfshi Zvërnecin, hidrovorin në Akërnisi dhe zonën e Portonovës. Takimi mes Ivanka Trump dhe kryeministrit shqiptar Edi Rama zgjati më shumë se 45 minuta. Pas përfundimit të tij, ata u larguan së bashku me një automjet drejt zonës së Orikumit, ku dyshohet se vijuan vizita të tjera në teren. Vizita e Ivanka Trump në Vlorë, si dhe takimi i saj me kryeministrin shqiptar Edi Rama, u shoqëruan me masa të shtuara sigurie. Policia e Vlorës ishte angazhuar gjatë gjithë kohës për garantimin e rendit dhe sigurisë, ndërsa lëvizjet u mbajtën kryesisht diskrete. Kjo vizitë shihet si pjesë e interesit për projektet e reja investimi dhe zhvillimi strategjik në jug të vendit, veçanërisht në sektorin e turizmit dhe atë të infrastrukturës.